Në këtë moment, edhe pse është në pozitën e 84, 85, 86, unë mendoj se për ka vlera financiare, për ka cilësia e lojtarëve që ka, ju merrni me mend, s'ka përfaqësues që s'kish pas dëshirë me pas brenda Muriqin të La Ligës, pastaj keni Aslanin, i cili është, po tregojnë interesim edhe shumë ekipe tjera si që është Barcelona, ndëgjova edhe Real Madridi, dhe të ekipet më të fuqishme. Nëse në mes e shihni Reçbeqajn, Bundesliga, Oven Abdullahi, e kështu me radhë, domethënë, e kemi ekipin prej më të fuqishmëve, ekipin ndër më të mirët, ekipin i cili mendoj që po bën histori, dhe unë po shpresoj dhe jam optimist që me këtë cilësi që ka, Kosova do të kualifikohet për kampionatin botror, dhe po mendoj që lojnat e tregume në kohëve të fundit nuk është vetëm me ai ndeshje me Zvicrën e cila përfundoi si përfundoi, por dy ndeshjet e fundit që janë zhvillu me Rumuninë, në Rumuni ka qenë ndeshja e fundit që ishte vërtet e nivelit shumë cilësisë lartë, dhe pastaj ndeshjet tjera me Suedin, 2 ndeshje me Slovenin, 2 ndeshje edhe pse në ndeshjen e parë nuk kemi ndonjë statistik, por ndeshja e dytë ishte dominuese në gjitha aspektet, dhe kjo dëshmon që tani veç ekipi ka rrit në nivele të larta dhe unë po mendoj që këto rezultatet janë për lakmi dhe nuk duhet me u kënaq me kaq, gjithsesi duhet me kërku kualifikimin, edhe unë jam optimist që nga vazoja e tretë, sepse na jemi vazoja e tretë, nga vazoja e dytë duhet me marrë kundërshtarët, aty do të jetë Skocia, Çekia, edhe pse nesër pritet në duket ndeshje mundet me qenë edhe Irlanda, po. Por Polonia, Çekia, Skocia janë sigurt që do të jenë kundërshtarët, mund të jetë Hungaria.